أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد Allahu azza wa jalla falënderojmë salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë të nderuar selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me mësimet e Ramazanit, me derset, nasihatet, mezhliset, kopshtet e xhennetit që I realizojmë dhe I praktikojmë gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Sot në mezhlisin ton bëjmë përshkrimin e Omerit radhiyallahu anhu. Si është duk Omeri radhiyallahu anhu? Si ka qenë pamja e tij, si ka qenë dukja e tij, si ka qenë hecja e tij, ky personalitet I madh, ky burr I madh. Si është duk, si e kanë perceptuar dhe pa sahabët të tjerë, njeri I cili ka qenë xhennetli, I cili ka ecur mbi rrezullin toksor. Nga cilësitë e Omerit radhiyallahu anhu thuhet që ka qenë Adem. Adem gjuhën arabe do të thonë esmer. Ngjyra e tij, e likurës së tij ka qenë esmer. S'ka qenë as I bardh, s'ka qenë as I zi. Ka qenë esmer. Dhe e dim na në gjuhën tonë çfarë do thotë esmer. Tiwalen jiddan. Ka qenë shumë I gjatë. I nalt ka qenë Omeri radhiyallahu anhu. Pastaj kad fara an-nas ka qenë aq I gjatë sa që është dallu kur ka ecë në mesin e njerëzve. Është duk, është pa. Janë disa njerëz të gjatë që kur ecin në mesin e njerëzve të tjerë në kallaballëk, në turma, ata dallon dhe veçon nga pamja e tij kur ata ecin. Gjesimen gjeliden esla. Ka qenë trup madh, I shkaft, esra, dhe I ka pas flokt e ralla, sa që një pjesë të flokëve në pjesën qendrore të kokës së tij nuk e ka pas. E ka pas një qelë të vogël, do të thotë në kopën e kresë. Ka pas flokë, do të thotë para, ka pas flokë mbas, anash, ama në një pjesë të kokës qendrore, do të thotë nuk ka pas flokë. Asera jesra ka qenë njeri I cili I kanë shku për dorë krejt punët. Kështu e përshkruajnë sahabët Omerin radhiyallahu anhu. Hejbetin e tij do ta tregojmë tash në mezhliset, në dejet që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Omerin radhiyallahu anhu. Wafir as-sabalati. I ka pas musteqë mushta. Ka qenë musteqë madh Omeri radhiyallahu anhu. Këthë lihjeti, e ka pas mjekrën e dendur e të shpesht. Këthifu lihje, I thut ai I cili e ka mjekrën të shpesht, të musht. Dikush ka mjekrë, po e ka ma të radhë. Ky ka pas mjekrën e shpesht dhe të musht. Wa kana yakhdabu lihjatahu bil hinna. Dhe ka pas tradit që mjekrën e tij me ngjyros me kanë. Dhe ka pas tradit që mjekrën e tij me ngjyros me kanë. Kana që është e njohur edhe në vendet tona, është përdor hanedan dhe alo përdoret që njerëzit dikush të e linë mjekrën me kanë, dikush tjetër të e linë flokt me kanë. Përmendet Rez ibn Hubejshi përmendet thot e kum pa Omerin radhiyallahu anhu asara asna'a Adem. E kum pa Omerin radhiyallahu anhu njeri të pashëm, të dukshëm, me flokë të ralla, pra
me një qel në qendër të kokës dhe ka qenë esmer. Ka të fera annas, u dalloj ke mesin e njerëzve. Ky tregon kur e ka pa Omerin radhiyallahu anhu. Ke ennehu ala dabbe. U dalloj ke prej njerëzve, thu se ka hip mbi ndonjë mjet transporti, thu se ka hip mbi kal, ose mbi gomar që ka pas tradit ma shpesh të shfryzon Omeri radhiyallahu anhu. Ebi Rajau, El Atari di thot, Omeri radhiyallahu anhu ishte i gjatë dhe ishte i bollshëm në trupin e tij, në pamjen e tij. Asla i mungojshin flokt. Këthirës sebeleti fi etrafiha suhube. I kishte musteqet e mdhaja, sidomos në pjesën e anshme e ka pas tut musteqet më të mdhaja, më të dukshme, dhe musteqet e tia ishin të përzime kuq me zi. Kuq me zi. Shifeni kujdesin e sahabëve në shikimin në Omerin radhiyallahu anhu. Ky ders mas fundjer unë që i kum lexu, dashka i kum pas 20 vjet, 21 vjet, e sot kur i kam 43, s'pari herë e moj përsëri këtë ders. Atëherë që kum mësu. Edhe 20 ditë kur të na vije rende me shpjegu, me përshkrua Omerin radhiyallahu anhu. Ama ta dish një gjë, se mas këtij përshkrimit, kur do të përmendet emri Omer radhiyallahu anhu, ti më e ki qartë se për kam bëhet fjalë. E ki qartë parafërsisht si duket ky buri i madh. Ky buri i madh me emër të madh, i cili edhe ka qenë me këtë pamje dhe me këtë fizionomi që e kanë përshkruajtur hollësisht sahabët. Shifeni 1400 vite kalojnë sahabët, tabeinët, etbaj tabeinët, etbaj tabeinët, ulemat e mëdhej, bes pas brezi për shkrimin e Omerit e kanë përcjell deri tek ne. Që me njof në këto bura të mëdhej. Sa i cili rinë me bura të mëdhej, dhe na jemi duke ndejt me Omerin radhiyallahu anhu në këtë mezhlis, a indikohet nga këto bura të mëdhej. Dhe këto bura të mëdhej, përshkrimi i këtyre burave të mëdhej dhe jetës së tyre dhe karakterit tyre, nga dal bëhet pjesë përbërëse karakterit tonë. Shumë është më rëndësish me kuptu. Herë e parë një gjë dua të rregoj. Ka njerëz që s'kan kur një farë ndërgjegje dhe përgjegjësie ndaj organizimeve kolektive. Këtë për thamë prej përvojës 16 vjet i mamllak, herë e parë dhe va kallëzoj këtë. Unë jam hobës dhe i njoh xhamatin, i shoh. Kam vërejt, ka njerëz që kur ka xhenaze, ai del shkon, s'rin në xhami. Kur ka ndonjë mbledhim, ndonjë manifestim, ai apet del shkon, nuk rin në xhami. Lexohet mukabele, ai del shkon, nuk rin në xhami. Ka dënja hafëzlëk, e vladit dikujt u ka bo hafës, me ca ai me ndejt, me nderuat hafizin, e familjen e hafizit, ai del shkon. Ai ki bo manifestimin drejk, ai ki bo një kindia, në aksham, manjaci, ai apet del shkon. Aja fal me gjenazën do një nanës tonë, do një babës tonë, do një gjematit tonë, do një shokit tonë, do një shkupionit tonë, aja apet del shkon. Vallahi kam pa dhe kam përcjell që çato njerëz kur kanë vdek i kum pa xhamatin të dalë të shku. I kum pa të dalë të shku edhe njerëzit që kur nuk dalin edhe nuk shkojnë. Sikur subhanallahu hiç pa e ditë ato se kush është. Nuk ja bën nasip Allahu njerëzit me ndejt e me nderu xhenazën atij. Subhanallah. E kam vërejt këtë, edhe më karon sy, edhe shpesh tham, subhanallah, xhamati nuk e din, as familja ndoshta nuk e din. Tham Allahu e falt. Ai që kur as kanë se kanë nderu me as gjom, as një gjest, dhe s'kan ndejt kur me burat e mirë, si a ban nasip Allahu me atë me ndejt burat e mirë.
Vëna një rongë kësaj pune. Kema të dinu të danë. Regull fetare është i jome. Si keme va bo njerëzve që shtu kanë me ta bo. Kretë që këto burat mirë, kretë këto njerëzit mirë, i kanë punë të veta, kanë obligime, edhe ata punojnë, edhe ata kanë familje, edhe ata kanë obligime, edhe ata kanë dyqonë, edhe ato kanë pare. Ato që vinë xhami nderojnë njerëzit s'janë kopuka, s'janë golltara. Përkundrez janë zotnin kuptimin e plot të fjalës. Por për hatër dhe për respekt, ato dinë milon gjitha obligimet e veta dhe mundohen me pas kontribut kolektiv që me qenë pjesë përbërëse shoqërisë me burat e mirë, duke i lënë mangët gjitha obligimet e tjera. Kema të dinu të danë, mësa harot që këtë lafë kur. Si keme va boj njerëzve, ashtë të kanë me ta bo. Si kemu sjell me të tjerit, ashtu dhe të sillen me ty. Madje edhe në ditën, kur më shumë ti duhun njerëzit me bo dua për ty, njerëzit do të shkojnë, nuk do të bëjnë dua për ty. S'kan me ta falë gjenaza. As kanë me të shoqëru të vorët. Dhe këtë vallaj e kum po me sytë e mi. Dhe asë gjë nuk është e rastishme në këtë dunjo, kemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm dhe ta kuptojmë një gjë një herë për gjithmonë. Se kur bëjmë një nder ndaj dikujt, realisht e kemi nderu vetën. Realisht e kemi nderu vetën, e kemi ngrit vetën. Jo atë dikant tjetër që mendojmë se atje kemi bondene, por realisht më së shumti e kemi nderu dhe e kemi ngrit vetën. Ebi Raja Ibn Hilale Ibn Abdallah thot, e kum pa Omerin radhiyallahu anhu gjesimen ke ennehu min rijali Beni Sedus. Thot, kër e kum pa Omerin radhiyallahu anhu, e kum pa sa është një bur i madh, sikur se me qenë një bur nga fisi Sedus. Ka qenë një fis me emrin Beni Sedus, që burat e qati fisi kanë qenë njerëz të mdhej. Ashtu janë duk të mdhej dhe sot e sot ka njerëz nga fise dhe vende të ndryshme që janë në fizionomi kështu duken burat të mdhej, dallojnë në pamje dhe në dukje dhe në përbërje nga burat e vendeve tjera. Ibn Hubeshi thot, dola me Medinelit në ditën e Bajramit dhe aty ishmi krejt bashkë me Medinelit dhe e pasha Omerin radhiyallahu anhu duke hec kom zbathër. Në ditën e Bajramit Omeri radhiyallahu anhu ka dalë me hec kom zbathër, me tregu modesti. Pa nalle ka dalë, pa papuqe. Ishte në mosh me flokë të ralla, ishte esmer. Sera Yusra, ishte njëri që dukeshte si i shkon çdo send për dorë. Ishte i gjatë dhe dalloheshte në mesin e njerëzve tjerë. Dhe thuse ka hip në ndonjë mjet transportues, thuse ka hip mbi deve apo mbi kali. Aq që dukeshte i madh Omeri radhiyallahu anhu. Trupi i tij, shifeni gjithë këto transmetime të njerëzve të devotshëm, e që janë përcjell prej sahabëve për Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu. Transmetohet se vetë Omeri radhiyallahu anhu e thot këtë transmetim në Musnedin Imam Ahmedit, thot Omeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Omerit radhiyallahu anhu, ja Omer, innaka rajulun qawi. O Omer, ti je një njeri i fortë. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu Omerit në Qabe. Thot Omer, ti je njeri i fortë. Thot mos shka më ushty me njerëzit të guri i zi. Mos shko ti më ushty me njerëzit të guri i zi, se ti nëse shkon dhe shtyesh, kimi shkel ato dobtit dhe kimi shtyp. Edhe nëse ka mundësi, edhe nëse më dëgjon mua,
ti thot prej largit jepi selam gurit të zi. Se ti nëse shkon, ki me qenë rrugën, ki me pudh gurin e zi, dhe ki me përshëndet. Ama ato anë është, kimi shtyp dhe kimi lëndu. Shifeni këtë tja thot, Muhamedi s.a.s. Muhamedit radhiyallahu anhu, në një kohë ku shumë pak njerëz ka pas në Kabe. Me kuptu shtash xhamati janë që ma shpesh shkojnë në umre, ma shpesh shkojnë në hax, se kur ka kallaballëk, ma sunnet është edhe ma sevap është gurin e zi me thonë Bismillahu Ekber prej larg, se sa me shku gurin e zi edhe me puth e me athim dikujt brind. E dikan me shtyp, e me shty, e me dikan Zot na ruaj mos bëv dhaki që edhe mu kacafyt, edhe mu grind në para shtëpisë Allahu te bareke ve taala. Kjo s'na ka hije. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si mas preventive i thot Omerit radhiyallahu anhu, ti pa dashje vetë trupin e kit madh, kur çkesh me pudh gurin e zi, kimi shty njerëzve dhe kimi lëndu, dhe kimi bërë rahatës. Tu udhi është tekstualisht kur të përkthehet, kimi bërë rahatës, kimi shqetësu ato tjerë që ka shku me pudh gurin e zi. Andaj tha ty Omer, ma mirë është gurin e zi, kur ta shofsh prej larg, thuj Bismillah Allahu Ekber. Mos shko me pudh gurin e zi. Pointa e këtij transmetimi është me tregu forcën dhe madhësinë e trupit të Omerit radhiyallahu anhu, që do të thotë ka qenë i dallum dhe i veçum në mesin e shumë sahabëve tjerë. Omeri radhiyallahu anhu në këtë transmetim thuhet se një ditë prej ditëve e lyti mjekrën e vet me kan edhe me ketëm Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kurse Omeri radhiyallahu anhu e lyti mjekrën e vet vetëm me han. Ketëm është një bimë e cila përdoret te kana për me neutralizu dhe ndryshu ngjyrën e kanës. Kanë ditë sahabët me bo kombinime të ngjyrave të kanës me ketëm apo me gjethe dhe bimë tjera apo formë tjera që me ndryshu ngjyrën e kanës. Omeri radhiyallahu anhu ishte një njeri i cili kishte zonin e madh, ishte zonë madh. E kishte atë çek zonin të qartë, Xehuriu Sot, kështu përmendet transmetime. Kur fol kjo Omeri, u dike se fol Omeri. U nikë dhe u ndëgjeke mirë zoni Omerit radhiyallahu anhu. Ishte shumë modest për hir të Allahut azza wa jalla. Ishte njeri modest, i thjesht. Me trup të madh, me zonë të madh, me zemër të madhe, ama shumë modest, shumë i thjesht. Kur ishte në pyetje për rizat Zotit, edhe kur ishte në pyetje sjellja e tij me muslimanët, ishte njeri tepër modest. Ishte njeri që përmendën transmetime khashinul aish, që jetonte një jetë të rëndë, të vrashë, të ngurtë. Khashinul mat'am ose mut'am, hante ushqime të vrashda, ushqime të thjeshta hante, bajat ushqim hante Omeri radhiyallahu anhu. Shedidun fi dhatillah. Ishte i ashpër në mbrojtjen dhe në dashurinë e tij ndaj Allahut te bareke ve taala. Nuk kishte tolerancë këtë pikë. Kur u folke për Allahun azza wa jall, Omeri radhiyallahu anhu ishte i ashpër dhe i prem. Nuk kishte dilema në qëndrimet e tija në mbrojtjet e Allahut azza wa jall, në dashurinë e tij ndaj Allahut te bareke ve taala. Yarqa'u thawba bil adin. Që teshën e tij e kombinonte me likur. O yahmilu al-qirbata ala katifayhi, dhe mbi supet e tija mbante modestisht, s'kish marrë me majt mbi supe me adhimi hejbetihi, edhe pse ishte një njeri me hejbet të madh. O kur dilke rrugëve, çka kish nevojë me bajt,
Në kërbe i thena sot të nxera, po diçka, e bajke mbi supet e veta, s'kishte kompleks Omeri radhiyallahu anhu, edhe pse ishte një njeri që atë kur e shifke shejtani e ndrike udhën. Veç për Omerin radhiyallahu anhu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur Omeri shkoi në një udhë, shejtani e ndron udhën. Dhe ky burr i madh s'kishte kompleks me marrë dhe me bajt mbi supet e veta, e që në ato kishte gjësende që ai kishte nevojë. Ebi Sahl ibn Malik transmeton nga baba i vet dhe thot se i kanë dëgju Omerin radhiyallahu anhu duke lexuar Kur'an me zonin e tij të lartë e të bukur te shtëpia e Ebi Jehmit në vendin e quajtur Belat. Ka qenë njeri i cili Kur'anin e ka lexuar me zah. Dhe është mundu që me u knaq me leximin e Kur'anit. Imam Buhariu transmeton dhe thot se e kanë dëgjuar nga sahabiu Abdullah ibn Shaddadin rahimahullah, thot e kam dëgjuar në shijë Omer radhiyallahu anhu wa ana fi akhir as-sufuf yaqra. Thot kam dëgjuar zonin e Omerit radhiyallahu anhu. Në shijë në gjuhën arabe është kur imami lexon Kur'an, ama i dridhet zoni nga devotshmëria dhe e qajtmja. Po e mban të qajtme nuk qanë, ama vëret nga leximi se është duke lexuar Kur'anin dhe Kur'ani është duke ndikuar në zemrën e tij dhe në zërin e tij. Dhe Ibn Shaddadi thot, isha në safin e fundit në xhami, Omeri ishte imam dhe këndonte Kur'an dhe kneke ajetin Kur'anor innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Thot këtë ajet Kur'anor e lexojke dhe Omerit janë dëgjesha zërin e tij që i dridhet nga e qajtmja që është duke e bo si pasojë këtij ajetit Kur'anor. Cili ajet Kur'anor është kjo? O sura Yusuf, ku thot Allahu azza wa jall përshkruan dhe shpjegon hallin e Jusufit alayhis salam, ku ka thonë innama ashku bathi wa huzni ila Allah, une mërzien teme dhe piklimin tim e qaj vetëm me Allahun te bareke ve taala. Atë që e kam si mërzi dhe si piklim, e qaj si han dhe si dert me Allahun azza wa jall. Për padrejtësitë që ja ka bëu Jusufit alayhis salam. Ana ka shku neve ndonjëherë ndërmend për një hall tonin t'i drejtohemi Allahut azza wa jall. I drejtohemi mjekut, i drejtohemi hoxhës, i drejtohemi pasonikëve, i drejtohemi politikanëve, pushtetarëve, i lusim familjarët, i lusim njerëzit, shokët, miqt. A me na bo pyetje? E dikush me na thonë, a i ki lutë Allahun azza wa jall? Allah i na falë. A vallahi Allahu azza wa jall veç thot kun fekun, krejt qëta, me doktor, me hoxhallar, me politikan, me pasanik, me shok, krejt t'i qënë zvar me tarë të dera me t'lut me t'a kry punën. Jo ti ato mi lut, jo. Allahu krejt që ato i qënë me t'lut, ty me t'a kry punën. Kur t'a lusish Allahun azza wa jall, a e me t'a pranu lutën që ka me t'a kry atë punë, nëse a bëj gale asaj punë. Wallahi kanë me t'lut, zvar kanë me tarë të dera. Kanë me garu kush i pari kanë me t'a kry punë. I që pa ju thonë ti? A ma dina ku është problemi. Se dhe kër e themi këtë, dyqysh këshirë mi ka qedhi, na duket dyqysh, hoxha të na bo, qefin edhe të na nëzit ma shumë bëjna dua. Jo jam të ju nëzit ma shumë dhe ma let mi kry punët. Jo se Allah është në zërë për doat tona. Na jemi në zërë me lutë Rabbul Alemin.
Shifeni këta ajet kuranor. Innama ashku bethi wa huzni ila Allah. Do të unë hallin tem, brengën teme, derdhin tem, ja çaj Allahut azza wa jall. Veç Allahut azza wa jall. Veç Allahut azza wa jall. Dhe Jusufin erdhe luti mbreti prej njerit burgosën me bo minister. Mbretit ja shtinin mend, shko që qatë robin tem, ta bësh minister, edhe e lutën Jusufin, hes të bësh minister, aman, ti të bësh minister. Sibe, sot i burgosër, nesër minister, pa vallaj, pa. I luti njerëzit, që mja kujtu mbretit, që ta lirojnë Jusufin prej burgit, a i haroj. A i burgos me vetë, dul për burgit, a i haroj Jusufi. Ama, kur ju drejtu Allahut azza wa jall, tha, unë të ti o zota në kohëm, të ti qaj dert, kur i puna. O kry kjo punë. Kun fe kun, qati për qati, kry kjo më vetë. Pi i burgosën, shtash dhe bosh minister. Pi fukara dhe bosh zengin. Pi njeri që fle në qeli të burgut, do të flesh në palat. Për Allah në shumë e lehtë kjo. Ama neve në mungon bindja, Allah në falte në alëzoftë. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se Imran ibn Husejni ka thonë, kur Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu u zgju prej gjumit dhe i pa se çka ju ka ndodhur njerëzve dhe e pa se çka ju ka ndodhur njerëzve. Çka kishte ndodhur njerëzve? I kishte zonë gjumin namazin e sabahit. Dhe Omeri qotë për gjumit i pare. Dhe ishte Omeri radhiyallahu anhu me një zotë të madhe, me një zotë të lartë. Dhe tha Omeri radhiyallahu anhu, Allahu Akbar. Kur e pasi ka zonë gjumi, ju ka ikë sabaj, tha Omeri radhiyallahu anhu, Allahu Akbar. Nuk tha ku vaje atë ketë, tha Allahu Akbar. E lartësoj Allahun te bareke ve teala dhe vazhdoj të thot tekbire deri sa u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga zoni i madh dhe i lartë dhe tekbiret e shumta të Omerit radhiyallahu anhu. Dhe si tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka e duke bo Omer? Por u zgjun sahabët dhe më një herë e falën namazin e sabahit. Dhe këtu në këtë mesele, namazin e sabahit nuk e lanë dikur ma vonë me falë kaza masjatësie. Kur e pasi ju ka ik namazi sabahit dhe tha tekbir Allahu Akbar Omeri radhiyallahu anhu, u çu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u zgjun sahabët tjerë dhe më njëherë falën sabahin. Dhe më njëherë aty për aty e falën sabahin. Se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dhakaraha. Ka në ezan gjumi në një namaz, apo haron me fal atë namaz. Le ta fal atë namaz kur ti del gjumi apo kur ti kujtohet, më një herë. Se çatër kur del gjumi, çatër kur të kujtohet, atëherë është koha e namazit tonë, shkoku se ki bo me qëllim. Shkoku se ka ndodhur me gjum apo me hares. E gjumin askush se ka në kontroll, edhe haresën askush nuk mundet me pas kontroll. Njeriu e ka emrin insan, pse rrjedh nga fjala nisjan, që do më thonë hares. Na emrin e kina hares. Ne harojna. Krejt harojna. Krejt harojna, dhe është normale me haru. është normale edhe me nazon gjumi. Tabiati njeri to, Allah është e ka falë njeriun, qaj atë me zonë gjumi edhe aj me harun. Dhe Omeri me zonin e madh të ti që i kishtë, thë Allahu Akbar. Qëllimi këtij transmetimit është me tregu zonin e madh të Omerit radhiyallahu anhu. Ebu Naim transmeton nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot, ishmi të Omeri radhiyallahu anhu dhe Omeri radhiyallahu anhu në gjybën e tij, në pjesën e pasme të gjybës së tij i kishte 4 harna.
se përmendet kjo. Dhe thot në këtë kohë Omeri ishte halifi muslimanëve, ishte emiri besimtarëve. Ishte kryetari i shtetit islam, a gjybën e tij, teshin e tij e kishte, këmishin e tij e kishte të harnuar me 4 harna. A Omeri radhiyallahu anhu ta dini një gjë, të dashur vëllezër, ka qenë nga milionerat e Medinës. Ka qenë nga njerëzit në rangun e më të pasurve të Medinës. Omeri radhiyallahu anhu, Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe disa sahabë tjerë kanë qenë dallum dhe kanë qenë njerëz shumë të pasur. Por pasurinë e tyre e kanë harxhuar në forma dhe mënyra me cilat Allahu ka qenë i kënaqur me ata. Transmetohet një transmetim dhe me këtë ta përmbyllim këtë ders, ku në një takim, edhe pse Imam Nesaiu e transmeton këtë, disa dietarë kanë thonë që është transmetimi i dobët. Hafsa, bie e Omerit radhiyallahu anhu, bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve i thot babës së vet. Omerit radhiyallahu anhu thot: "O bab, pse s'po vesh do të isha pak më të buta, më të mira." Se teshat i ka vesh Omeri radhiyallahu anhu, teshat jo kvalitet, thjeshta shumë, kanë qenë tash me materiale të ashpra e të vrazhda. Veshi do tesha më të mira, ki mundësi me i blej. Thot, pse s'po han ushqim pak më të mirë? Këtë ushqim bajatje të hongër. Bi, ju ka dhimbë baba i vetë. Dhe e dim dhe mshmërinë e vajzës për babën e vetë, si cilë që ka vajzë e din këtë. Edhe vajza e Abu Bekrit radhiyallahu, Omerit radhiyallahu anhu, falni, e ndjeti një dhëmshmëri për Omerin radhiyallahu anhu herë të keq. Dhe tha, pse s'po veç do të isha më të buta, më të mira. Tash ushqim pak më të mirë. I tha Omeri radhiyallahu anhu, thotoi bia jeme ta di se ka me të kritiku. Për këtë që ma thave, ka me të kritiku. Se kjo që e thave ti është epsh, është nefs. Se nefsi e don luksin, e don masrafin, e don harxhimin e tepërt. Pastaj tha, derisa Omeri radhiyallahu anhu filloi që ta përkujtoje bijën e vet e ta bëje nasihat për ahiretin. E tu i thonë se na jemi këtu kalimtar, se na kemi ardhën këtë dunjë me shfrytzu bafçe për ahiret, jo na mendej të përgjithmonë, derisa Hafsa radhiyallahu anha filloi me qatë. U bo pishmam se i tha këto laf, e pastaj thot Omeri radhiyallahu anhu, tha oj bia jeme, mos haro se ti ki njoft të di shokët e mi që i kom përcjell para meje. Dhe unë e di në qëfar rrugë kanë hecë ata. E di qëfar ushqimi kanë hongër ata, qëfar tesha kanë vesh ata. Vallahi nëse e ndrej rrugën, e ndrej ushqimin, e ndrej veshën, kam frikë se Allahu azza wa jalla edhe në xhennet s'kan me më rinjallë bashkë me ata në të njëjtën rrugë që kam i rinjallë ata dy. E unë po kam qefoj bia jeme, tha edhe në këtë dunjo ta heci në rrugën e tyre, që edhe në ahiret të rinjallën së bashku në të njëjtën rrugë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Sa buri madh që ka qenë Omeri radhiyallahu anhu, e sa largpamës, e sa i devotshëm, e sa i urtë, e çfarë pamje ka pas ky buri i bukur e i dashur tek banorët e qiellit dhe tek banorët e tokës, edhe që ky Zot i madh që i ka dashur këtë rob dhe kull të vetin e ka begatu dhe e ka përgëzu me xhennet duke qenë i gjallë në këtë dunjo. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu do të vazhdojmë inshallah në ditën e nesërme. Walhamdulillahi rabbil alamin.